Milioneri ishte i verbër, derisa djalushi i varfër bëri diçka që i ndryshoi jetën përgjithmonë. Zotëri, a mund të ulem këtu pranë jush? Eduard e ktheu fytyrën nga drejtimi i zërit. Ai shite vetëm hije. Një figurë e vogël, një fëmijë. Mund, tha ai pa entuziazëm. Djali u ul dhe ajo që ndodhi prej aty ndryshoi jetën e Eduard Cavalcantës përgjithmonë. Bëhuni gati. Kjo histori do t'ju prek nga e para në sekondën e fundit, sepse ka histori që thjesht tregohen dhe kjo do të prek shpirtin tuaj. Stoli i parkit ishte i ftohtë atë pasdite. Eduard Cavalcanta kishte 35 vjeç dhe dukej sikur mbante 2 fishin e tyre. Ishte ulur aty për gati 1 orë, me syze të zeza, shkop mbështetur mbi gjuhë, kostum të zezë nga një rroba qepës që kushtonte më shumë se sa shumë njerëz fitonin në një vit. Flokët e errët, të prerë mirë dhe mjekra, e palar 2 ditë, ishin shenjat e vetme që tregonin se ai burr po linte veten të shkonte. Ai nuk ishte aty rastësisht. Ishte aty sepse nuk dinte më ku të ishte. Ai kishte gjithçka. Penthose në lagjen më të mirë të qytetit, makina importi, kompani që lëvizte miliarda, punonjës që dridheshin kur ai hynte në dhomë, por nuk kishte atë që dëshironte më shumë. Ai nuk mund të shite fytyrat e njerëzve, nuk mund të shite qiellin, nuk mund të lexonte asnjë rresht pa dikë që i lexonte për të. Sëmundja kishte ardhur 3 vjet më parë, shpejt, pa paralajmërim. Mjekët thonin se ishte progresive, se asnjë trajtim nuk kishte arritur ta kthye prapa, se ai duhej të përshtatej. Eduard kishte 32 vjet kur e dëgjoi atë fjalë për herë të parë në konsultore dhe qysh atëherë ajo ishte fjala që dhemte më shumë. Por kishte diçka më të keqe se verbëria. Ishte ndjesia se Perëndia e kishte harruar atë. Ishte pikërisht në atë moment që ai dëgjoi një zë të vogël nga e djathta. Zotëri, a mund të ulem këtu pranë jush? Djali kishte rreth 8 vjeç, flokë të ndritur dhe të çrregullt, bluzë të kalbur blu, pantallona xhinse të zbehta, këpucë sportive me shul të ngjitur me shirit, një fytyrë e ndyrë me llojin e shenjave që jeta jashtë lë në ata që nuk kanë 4 mure të sigurta. Ai ul pa ceremoni, qëndroi i qetë për 1 sekond, pastaj pyeti, pse i përdorni këto syze kështu? Eduard shtrëngoi ballën, duke u përpjekur të përqendrohej në zërin e vogël në errësirën me diellin që po perëndonte. Mami im thoshte se syzet e zeza janë për kur dielli është i fortë. Eduard pothuajse buzëqeshi. Pothuajse. I përdor sepse nuk shoh mirë. Sytë e mi janë të sëmur. Djali qëndroi i qetë, duke menduar. Dhe ky shkop i bardhë. Ai pyeste gjithçka me atë pafajësi dhe kuriozitet që vetëm fëmijët e kanë. Më ndihmon të ecë që të mos pengohem, tha Eduard. Ah, djali tundri kokën seriozisht, sikur po e konsideronte atë informacion me kujdes. Ju banoni këtu afër? Jo, erdha me makinë. Dhe pse jeni këtu vetëm? Eduard mori frym thellë. Ishte një fëmijë. Ai mund të thoshte çdo gjë, por për ndonjë arsye që nuk mund ta shpjegonte, tha të vërtetën. Doja të mendoja pak. Për çfarë? Për jetën. Djali qëndroi i qetë për një çast. Pastaj pa në pemët e larta që rrethonin sheshin me dritën e mbrëmjes që depërtonte në përgjethe si ari i derdhur. Edhe unë mendoj ndonjëherë. Për çfarë mendon? Për gjëra fëmijërore. Ai kreu supe. Eduard qesh pak. Dhe për herë të parë atë pasdite, një buzëqeshje doli e ndrojtur. Si quhesh? Miguel. Dhe ju, zotëri Eduard? Zotëri Eduard? Miguel e shikoi nga anash. Ju jeni i trishtuar? Pyetja e befasoi Eduard. Pse e pyet këtë? Sepse jeni ulur këtu vetëm, duke bërë fytyrë si dikush që është i trishtuar. Mami im e bënte atë fytyrë ndonjëherë para se të largohej. Eduard nuk u përgjigj, por diçka tek ai në atë moment lëvizi. Diçka e vogël, gati e padukshme, si shkëndija e parë para se të fillojë zjarri. A do të jeni këtu nesër përsëri? Pyeti Miguel, duke u ngritur. Unë vi këtu çdo ditë në këtë orë, tha Miguel. Eduard qëndroi i palvizshëm për një moment. Mund, tha ai. Dhe djali u largua duke ecur në përshesh me lehtësinë e dikujt që nuk mbart asnjë peshë. Eduard qëndroi në stol për një kohë tjetër, në heshtje, me një ndjenjë të çuditshme në gjoks që nuk mund ta emëronte. Por çfarë do të sillte ai djalë në ditët në vijim?
Eduard ende nuk kishte asnjë ide. Miguel u kthye ditën tjetër në orën 4 pasdite me përpikmëri me një çantë të vogël në shpinë dhe një biskop në dorë. Ai ul pranë Eduardit pa as pyetur, sikur ai stol tashmë të ishte i të dyve. Përshëndetje, zotëri Eduard. Përshëndetje, Miguel. A jeni më pak i trishtuar sot? Pak. Mirë. Djali kafshoi biskotën. Doni një copë? Jo, faleminderit. Ju nuk hani kur asgjë këtu? Gerald, shoferi im, ndonjëherë më sjell kafe. Gerald është shokun tuaj? Eduard ndaloi. Ishte një pyetje e thjeshtë, por nuk e kishte menduar kur në atë mënyrë. Është shoferi im. Por a është ai edhe shokun tuaj? Heshtje. Mendoj se po. Miguel kafshoi një copë tjetër të biskotës. Të gjithë kanë nevojë për një mik. Unë nuk kam shumë miq. Miguel foli me atë pafajësi që Eduard e ndjeu. Por këtu në shesh më pëlqeu të kem ju për të biseduar. Eduard qëndroi duke parë përpara, në hijet që shite në vend të pemëve dhe njerëzve. Ti vjen këtu vërtet çdo ditë? Pyeti Eduard. Çdo ditë në këtë orë, u përgjigj Miguel duke tundur këmbët e vogla. Këtu në këtë orë njerëzit kalojnë dhe më japin diçka për të ngrënë. Ndonjëherë më japin para për të bler bukë. Eduard, i cili nuk shite dhe nuk pa rrobat e kalbura dhe të ndyra të djalit, gëlltiti thatë kur ai e tha këtë. Miguel vazhdoi. Këtu ka ajër të pastër dhe nuk keni nxitim për të shkuar në shtëpi? Pyeti Eduard me zë të dridhur. Jo shumë, tha djali. Thjesht kështu. Eduard nuk pyeti më. Diçka në atë përgjigje kishte një peshë që ai vendosi të mos e prekte. Ata qëndruan në heshtje për një kohë. Një heshtje e mirë, e tillë e rrallë që nuk ka nevojë të mbushësh. Por ishte pasdita tjetër që Miguel bëri një pyetje që Eduard nuk e priste dhe që do të ndryshonte gjithçka. Zotëri Eduard, a besoni në Perëndin? Pyetja ra në mes të pasdites, si një gur në një liçen të qetë. Eduard nuk u përgjigj menjëherë. Pse e pyet këtë? Sepse unë lutem çdo ditë, tha djali thjesht. Dhe ndonjëherë më pyes veten nëse të gjithë e bëjnë këtë apo vetëm unë. Eduard qëndroi i qetë. Jo të gjithë e bëjnë. Ai tha më në fund. A e bëni ju? Ai bëri një pauzë. E kam bërë. Kam ndaluar. Pse ndalët? Eduard pa në dysheme, aty ku hijet përfundonin, sepse mendova se Perëndia kishte ndaluar së më dëgjuari. Miguel qëndroi shumë i qetë, duke menduar me seriozitetin e dikujt që mbart diçka që fëmijët normalisht nuk mbartin. Mami im thoshte se Perëndia kur nuk ndalon së dëgjuari, edhe kur ai nuk dërgon një përgjigje tani. Ekziston një kohë e caktuar për çdo gjë nën qiell. Djali tha më në fund dhe nuk tha më asgjë. Ai qëndroi aty duke ngrënë biskotën me një pafajësi dhe thjeshtësi, sikur ato fjalë të ishin gjëja më e thjeshtë. Dhe Eduard mendoi për atë frazë për pjesën tjetër të ditës, për pjesën tjetër të javës. Atë javë, Miguel u kthye çdo ditë. Çdo pasdite ishte e ndryshme. Ndonjëherë arrinte i qetë dhe qëndronte vetëm duke parë sheshin. Ndonjëherë sillte një frut dhe e ndante në gjysmë me Eduardin pa kërkuar leje. Ndonjëherë qëndronte duke treguar atë që kishte parë gjatë rrugës. Ai tregonte gjithçka me atë mënyrë të thjeshtë, me atë mënyrë që vetëm fëmijët e kanë. Eduard filloi të kuptonte se ai priste për ato pasdite, se pjesa më e mirë e ditës së tij ishte të ishte atje me Miguelin në atë shesh të thjeshtë. Miguel erdhi me diçka në dorë dhe ajo që ai bëri, Eduard nuk do ta harronte kurrë. Miguel erdhi me një libër të vogël, kopertinë të zezë, të përdorur mirë, me skajet e konsumuara nga hapja shumë herë. Pastaj, Miguel tha, solla diçka sot. Çfarë? Pyeti Eduard. Miguel i kërkoi që të afronte dorën për të hamendësuar. Pastaj tha, është një libër? Miguel tha duke buzëqeshur. Po thuaj se e mora me mend. Është një Bibël. Miguel e mbante me kujdes si dikush që mban diçka të çmuar. Ishte e mamas time. A e lexoni Biblën? Po. Ai e hapi me kujdes. Mami im më mësoi të lexoja në të. Para se të largohej, ajo tha, Miguel, sa kohë që ti të dish të lexosh këtë libër, ti kur nuk do të jesh vetëm. Eduard qëndroi i qetë. Dhe ti e beson këtë?
E besoj, zotëri, u përgjigj Miguel pa hezitim. A mund të lexoj një pjesë për ju sot? Eduard hapi gojen për të thënë jo, por ajo që doli ishte mund. Miguel hapi në një faqe të shënuar, lexoi ngadalë, me kujdes, gishti duke ndjekur çdo fjalë, siç e kishte mësuar nëna. Çdo gjë mundem në atë që më forcë. Filipianëve 4:13. Ai I mbylli sytë për një sekondë. Parku qëndroi në heshtje. Era lëvizi gjethet e larta të pemëve dhe Eduard ndjeu ato fjalë duke zbritur brenda tij si ujë në një ditë vap, duke prekur vende që ai kishte mbyllur me çelës. Çdo gjë mundem në atë që më forcë. Ai kishte qenë I fortë gjatë gjithë jetës, kishte ndërtuar një perandori, kishte marrë vendime që lëvizin tregje, kishte qenë burri që të gjithë e shikonin kur hynte në një dhomë dhe tani ishte ulur në një stol sheshi, I verbër, pa ditur më kush ishte. Dhe një djalë 8 vjeçar sapo I kishte thënë se ekzistonte një forcë tjetër nga e tij e disponueshme për të. Miguel, tha Eduard me zë pak të hollë, ti e lexon këtë çdo ditë? Çdo ditë? Djali mbylli Biblën me dashamirësi. Kur unë kam frikë, kur jam I trishtuar, kur nuk di çfarë të bëj, unë hap këtu dhe lexoj, dhe duket sikur dikush më përqafon brenda. Eduard ndjeu sytë duke djegur, por nuk tha më asgjë, por brenda diçka po ndryshonte në një vend që ai e kishte mbyllur shumë kohë më parë. Dhe çfarë do të vinte javën tjetër, ai nuk e priste, sepse në atë pasdite tjetër, për herë të parë, Miguel nuk u shfaq. Ora 4. Eduard ishte në stol, priti deri në 4:30, asgjë, ora 5. Dielli po perëndonte dhe Miguel nuk u shfaq. Eduard qëndroi I qetë për një kohë, duke u përpjekur të telefononte, duke u përpjekur të kujtonte se ishte vetëm një fëmijë që ai mezi njihte, që ndoshta kishte mbetur duke luajtur diku, por nuk mund të ndalte së menduari. Çrregullimi rritej ngadalë, së pari në gjoks, pastaj në shpatulla, pastaj në fy. Gerald, ai thirri. Shoferi ju afrua. Zotëri, a ka dik këtu në shesh që mund të pyesni për djalë? Ai që qëndron ulur me mua çdo ditë? Gerald shkoi te një grup njerëzish afër ujitores. Ai u kthye pas disa minutash. Zotëri, një zonjë tha që e njeh atë. Çfarë tha ajo? U përgjigj Gerald. Ajo tha se ai jeton në një barak këtu prapa, se është jetim, se është gjithmonë këtu duke kërkuar ushqim qysh kur nëna vdiq një vit më parë, se jeton vetëm qysh atëherë, duke u mbajtur si mundet. Ai bëri një pauzë, dhe se askush nuk e ka parë atë këtu sot. Ajo që bëri Eduard më pas e befasi edhe Geraldin, I cili kishte punuar për të për 15 vjet. Eduard u ngrit nga stoli në një kërcim. Më ço atje, zotëri. Ndoshta është më mirë. Më ço, Gerald. Baraku ishte më I vogël se sa mendonte Eduard. Gerald I përshkroi, kishte një derë druri të improvizuar, mure prej kartoni, dhe aty brenda, I shtrirë në një dyshek të hollë, ishte Miguel, vetëm, me ethe, fytyrë të kuqe, frymëmarrje të shkurtër, bluzën e lagur nga djersa. Pranë dyshekut të hollë, Bibla e nënës e hapur, sikur ai kishte provuar të lexonte para se të ishte atje I sëmur. Eduard hyri, u ul në gjunjë pranë dyshekut, vuri dorën në ballën e djalit, tepër e nxehtë, Miguel. Djali I hapi sytë ngadalë. Zotëri Eduard. Zëri doli I hollë nga dikush që ka ethe për orë. Ju erdhët deri këtu? Erdha. Si më gjetët? Pyeta në shesh. Eduard nuk e hoqi dorën nga balli I djalit. Eduard mori frymë thellë. Je këtu vetëm? Djali qëndroi në heshtje për një moment. Jam, zotëri, qysh kur mami u largua. Ai tha me zë të ulët, me atë dinitet të vogël dhe të madh në të njëjtën kohë. Eduard I mbylli sytë për një sekondë. Ai mendoi për djalën 8 vjeçar që arrin çdo ditë në shesh në orën 4 me një biskop në dorë, ofron gjysmën për një të huaj, lexon një varg me zë të lartë dhe largohet, duke tundur këmbët e vogla sikur bota të ishte e lehtë, kur në fakt kthehej në një barak bosh, pa ushqim dhe vetëm qysh kur kishte 7 vjeç. Ajo që bëri Eduard më pas e befasi edhe vetveten. Eduard tha pa u ngritur. Telefono spitalin privat, Shën Lukën. Tani? Po, zotëri. Tha Gerald duke marrë telefonin shpejt. Dhe merre Biblën e tij me kujdes, tha Eduard. Gerald mori Biblën nga dyshemeja me kujdes dhe e vuri në çantën e vogël të Miguelit. Eduard pa tek djali. Ti nuk do të jesh më vetëm.
Sytë e Miguelit shkëlqyen edhe me ethet dhe Geralt, i cili e njihte patronin për 15 vjet, nuk e kishte parë kur atë gjë më parë. Nuk e kishte parë kur Eduard kavalcantën duke gëlltitur lotët. Ata e transferuan Miguelin atë pasdite të njëjtë në një dhomë private, të pastër, me televizor dhe dritare të madhe, duke dhënë, pastroj fytin, pamje për një kopsht. Dhe atje, ndërsa Miguel flinte me ethet duke u ulur, Eduard qëndroi ulur në karrigen pranë shtratit, duke parë atë fytyrë të vogël, edhe pa parë, dhe mendoi për gjithçka që ai tani dinte për atë fëmijë dhe ndjeu peshën e asaj gjëje brenda gjoksit në një mënyrë që nuk kishte emër. Geralt tregoi atë që kishte zbuluar atë natë, me zë të dikujt që nuk dinte saktësisht si ta vendoste atë në fjalë. Babai i Miguelit kishte vdekur 2 vjet më parë, aksident me makinë në një agim shiu. Miguel kishte 6 vjeç. Nëna kishte një sëmundje të rrallë dhe mbijetoi për një vit tjetër. Ajo luftoi, por, për fat të keq, vdiq. Por koha që ajo qëndroi i mësoi fëmijën të lexoj fjalë për fjalë në Bibël. Mjaftueshëm për t'i thënë atij se Perëndia fliste në përfaqe, mjaftueshëm për t'i lënë atij diçka që asnjë para nuk mund të blinte. Miguel kishte 7 vjeç kur mbeti vetëm. Ai nuk kishte gjyshe të gjalla, nuk kishte xhaxha, nuk kishte askën. Fqinjet ndihmonin kur mundnin, por secili kishte jetën e vet dhe djali mësoi të mbante veten, të flej vetëm në errësirë pa bërë zhurmë. A nuk shkon në asnjë shkollë? Pyeti Eduard me zë të ulët. Nuk mund të informoj, zotëri, por gjithçka tregon se jo. Jeta e atij djalë u kthye përmbys kur prindërit u larguan. Ai djalë 8 vjeçar po mbarte një peshë që shumë të rritur nuk do të duronin. Por ajo që ndodhi mëngjesin tjetër, kur Miguel u zgjua, asnjëri prej tyre nuk ishte përgatitur. Miguel u zgjua me më pak ethe dhe më shumë ngjyrë në fytyrë. Kur Eduard hyri në dhomë, djali ishte tashmë i ulur në shtrat me Bibëlën në gjë. Zotëri Eduard. Ai hapi një buzëqeshje të gjerë. Ju e keni parë tashmë kopshtin këtu. Mund të shihni pemën dhe gjithçka. E di. E zgjodha këtë dhomë për shkak të kësaj. Miguel e pa atë. Pse? Sepse ju pëlqen sheshi i natyrës? Eduard e tërhoqi karrigen dhe u ul. Mendova se një dritare me pemë do të bënte mirë. Djali qëndroi i qetë për një moment. Zotëri Eduard, pse bëni të gjitha këto për mua? Eduard mori frym thellë. Ishte koha për të qenë i sinqert, sepse ti bëre diçka për mua që asnjë para në botë nuk do të kishte mundur ta bënte. Unë? Çfarë? Ti më bëre të doja të kthehesha të jetoj, edhe pa parë. Unë isha në atë stol çdo ditë sepse nuk dija më ku të shkoja. Unë kisha humbur dëshirën për shumë gjëra. Ai pa në 2 sheme. Dhe pastaj ti erdhe duke pyetur për syzet e mia, duke më ofruar biskot, duke lexuar vargje me zë të larë. Dhe unë fillova të kuptoj se ajo orë pasdite ishte më e rëndësishmja. Miguel qëndroi duke e parë atë me sy të shkëlqyer. Edhe unë prisja, tha ai, çdo ditë. Unë mendoja. Së shpejti do të shkoj atje në stol për të folur me zotërin me syze. Pse? Sepse zotëria më dëgjonte, sepse zotëria më trajtonte mirë, jo si një lypës, siç të gjithë flisnin me mua, më urdhëronin të largohesha. Eduard ndjeu fuqinë e atyre fjalëve të vogla, ndjevu dhimbjen e atij djalë dhe kësaj radhe nuk i gëlltiti lotët, i la lotët të binin. Zotëria vetëm më trajtoi mirë, sikur të isha i rëndësishëm. Ai plotësoi. Ti je i rëndësishëm, Miguel, ju përgjigj Eduard. Djali uli syt, si dikush që nuk ishte mësuar ta dëgjonte këtë. Pastaj, ai mori Biblën, e hapi në një faqe të shënuar dhe tha, a mund të lexoj për Zotin sot? Mund. Djali lexoi ngadalë, me kujdes, gishti i vogël duke ndjekur çdo fjalë, sepse për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Luka 1:37. Ai ngriti syt. Asgjë. Ai përsëriti, as syt e Zotit. Eduard i mbushi syt me lodh. A keni kërkuar kur nga Perëndia t'ju shëroj? Me të vërtetë? Pyetja mbeti në ajër. Eduard vonoi të përgjigjej. Pastaj tha, nuk e di nëse në mënyrën e duhur, ose ndoshta Perëndia më ka harruar. Nuk ka mënyrë të duhur. Dhe Perëndia kur nuk harron ne. Miguel fliste me atë zë të vogël, por që në të njëjtën kohë nuk dukej të kishte moshën që kishte. Mami im thoshte se Perëndia nuk i kushton vëmendje fjalorit.
Ai shikon zemrën. Zemra e Zotit është e përgatitur. Zemra e Zotit ka besim. Eduard mbeti me ato pyetje brenda tij për ditë. Dhe pastaj, në një mëngjes që ai kur nuk do ta harronte, Eduard bëri diçka që nuk kishte bërë për vite. Dhe ajo që ndodhi pas kësaj, mjekët nuk do të kishin fjalë për ta shpjeguar. Një mëngjes, vetëm në dhomë, Eduard hapi dritaren, qëndroi përballë qytetit që shite vetëm si hije dhe njolla dhe kërkoi me të vërtetë për herë të parë. Perëndi, unë e di që qëndrova shumë kohë pa të dëgjuar, që u largova, që kur gjërat u bën të vështira, unë zgjodha zemërimin në vend të besimit. Ai ndaloi, fyti ju shtrëngua, por unë të lutem të më shërosh. Jo për paratë e mia, jo për krenarin time, por sepse unë besoj në ty dhe mësova të besoj përsëri fal një djalë që nuk ka asgjë dhe ka më shumë besim se sa unë kam pasur në gjithë jetën time. Era lëvizi perdet dhe nëse nuk është për të më shëruar, në rregull. Unë e di se ti ke një qëllim për secilin prej nesh dhe nëse kjo është fati im, le të jetë, por unë dëshiroj të kthehesh në jetën time, në zemrën time. Amin. Ai qëndroi kështu për një moment të gjatë, përballë qiellit që nuk mund të shihte, me zemrën të hapur për herë të parë pas viteve. Dhe ajo që ndodhi më pas, as mjekët nuk arritën ta shpjegonin. 3 ditë më vonë, Miguel tashmë ishte shumë më mirë, i ulur në shtrat duke pirë lëng, me televizorin e lidhur në një vizatim. Kur Eduard hyri në dhomë atë mëngjes, djali e pa atë dhe ndaloi. Pastaj Eduard tha, Miguel, unë mund të shoh pak nga flokët e tu të ndritur. Djali nuk tha një fjalë, hodhi nga shtrati i spitalit dhe përqafoi Eduardin fort. Sytë e Eduardit u mbushën me lodhë. Dhe pastaj djali tha, unë i thash Zotit, Perëndia kur nuk harron ne. Eduard nuk u përgjigj menjëherë sepse ishte e vërtetë. Në atë mbrëmje të mëparshme, ai ishte zgjuar në mes të gjumit dhe kishte parë dritën e abazhurit në dhomë. Jo një hije, jo një njoll, drita e qartë, reale. Ai kishte qëndruar i palvizshëm për minuta të gjata, me zemrën të përshpejtuar, me frikë se do të pulsonte dhe do të humbte, por nuk humbi. Drita vazhdoi atje, duke shkëlqyer. Dhe pastaj ai vuri këmbën në 2 sheme, eci deri te dritarja dhe për herë të parë në 3 vjet pa hyrë në qiellin e mbrëmjes. Unë shkova te mjeku në mëngjes, tha Eduard për Miguelin. Para se të vija këtu, ata nuk arritën të shpjegonin. Ai bëri një pauzë. Thanë se gjendja po kthehet mbrapsht, se në 3 vjet asnjë trajtim nuk kishte arritur këtë, se nuk ka shpjegim shkencor për atë që po ndodh. Miguel e pa atë me sytë shumë të hapur dhe lotët erdhën në heshtje, duke rrjedhur nëpër fytyrën e vogël, pa bërë asnjë përpjekje për t'i mbajtur. Ishte Perëndia. Djali tha me zë të ulët, me të gjitha siguritë e botës. Ishte Eduard. Pajtohet me zë të mbytur. Dhe ishe ti Perëndia të përdori ty, Miguel. Dhe lotët ranë nëpër fytyrën e Eduardit. Sytë e kaftë të Eduardit, të cilët për 3 vjet nuk kishin parë asgjë, tani shikonin përballë atë fytyrë të vogël, flokë të ndritur, me lotët që rrjedhin. Ti më mësove diçka që asnjë para nuk mund të më mësonte ose të më jepte ose që asnjë mjek nuk mund të kishte bërë. Që Perëndia nuk harron askënd, se besimi nuk ka nevojë për fjalë të bukura, se dashuria e vërtetë nuk ka çmim. Miguel e shikonte atë me atë sy të vogël të mbushur me Perëndi dhe besim. Ata qëndruan në heshtje për një moment, derisa milioneri bëri një pyetje që do të ndryshonte gjithçka në jetën e atij të voglit. Eduard mori frym thellë. Miguel, unë duhet të pyes diçka të rëndësishme dhe ti mund të thuash jo, nëse nuk dëshiron. Në rregull. Djali pranoi. Unë do të doja që ti të vish të jetosh me mua. Do të doja të bëhesha baba yt, të adoptoja. Eduard bëri një pauzë. Miguel e pa atë me sytë shumë të hapur. Zotëria po flet seriozisht? Kur nuk kam thënë gjë më serioze në jetën time. Por unë jam i varfër. Unë jetoj në një barak. Unë nuk kam asgjë. Ti ke gjithçka, tha Eduard me zë të qetë. Ti ke besim. Ke mirësi, ke një zemër që asnjë para nuk blen. Ai shtrëngoi dorën e vogël të djalit. Unë isha ai që nuk kishte asgjë. Ti ma kthyve atë që kisha humbur. Ti ma kthyve shikimin. Ti ma kthyve Perëndin. Ti ma kthyve arsyen për të zgjuar në mëngjes. Miguel pa në Biblën që ishte mbi shtrat, Biblën e nënës.
Ai e pa atë për një moment të gjatë, sikur të kërkonte një përgjigje atje. Pastaj pa në Eduard. Mami im thoshte gjithmonë se Perëndia nuk do të më linte vetëm. Dhe unë mendoj se Perëndia më dërgoi edhe Zotin. Zotëria është familja që Perëndia më dërgoi. Eduard nuk mundi të fliste, vetëm hapi krahët dhe Miguel e përqafoi fort. Ata dy qëndruan kështu për një kohë të mirë, një burr 35 vjeçar dhe një djalë 8 vjeçar. Në muajt në vijim, Eduard e adoptoi zyrtarisht Miguelin. Ata kaluan muaj me dokumente, me seanca gjyqësore, me burokraci, por çdo hap bëhej me një durim që Eduard kur nuk kishte pasur për asgjë në jetë. Bibla e nënës së djalit fitoi një vend të veçantë në tavolinën e kreshtes së dhomës së re të Miguelit, në një apartament që tani kishte erë kafe në mëngjes dhe kishte vizatim të lidhur në mbrëmje. Eduard ndaloi së punuari në fundjavë, filloi të mësonte Miguelin. Matematik me durim, histori me entuziazëm, botën me sytë që kishin kthyer sërish të shihnin dhe që tani shihnin gjithçka me një qartësi tjetër. Dhe Miguel i mësoi Eduardit të ndalonte në shesh dhe të dëgjonte erën, t'u jepte emra pëllumbave, të falenderonte para gjumit. Çdo mëngjes para kafes, ata të dy luteshin së bashku me duar të shtrënguara në heshtje. Një pasdite të diel, ata shkuan në shërbes së bashku për herë të parë. Ata u ulën në stol. Miguel mbajti Biblën e nënës në gji. Kur prifti tha se Perëndia përdor më të thjeshtët për të arritur më të lindurit, Eduard pa nga ana. Miguel po shikonte përpara, serioz, i vëmendshëm, me atë ajër të dikujt që kupton më shumë se sa duket. Eduard vuri dorën në shpatullën e djalit. Miguel e mori dorën e tij pa hequr syt nga altari. Dhe Eduard Cavalcanta, burri që kishte gjithçka dhe nuk kishte asgjë, që kishte humbur shikimin dhe kishte kthyer sërish të shite, që kishte kaluar vite pa folur me Perëndin dhe ishte gjetur prej tij në një stol sheshi përmes një fëmije që mësoi të jetojë vetëm shumë herë. I mbylli syt dhe falenderoi, sepse tani ai e dinte. Verbëria më e rrezikshme nuk është ajo e syve, është ajo e zemrës që nuk beson më. Dhe shërimi më i fuqishëm në botë nuk vjen nga spitali, vjen nga një besim i thjeshtë, i sinqert dhe i vërtetë. Besimi i një fëmije që mësoi më shumë se çdo pasuri, sepse për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Luka 1:37. Perëndia nuk ndryshon. Ai është i njëjti dje, sot dhe përgjithmonë. Dhe ai kur nuk harron asnjë nga fëmijët e tij. Fund. Unë e di se kjo histori preku zemrën tuaj, ashtu siç preku timen. Lini komentin tuaj që unë të di se cila ishte pjesa e historisë që preku më shumë zemrën tuaj. Abonohuni në kanal dhe aktivizoni zilen për të mos humbur historitë e ardhshme që prekin si kjo. Deri herën tjetër. Eduard i përktheu vështrimin nga altarit e fëmia i ulur pranë tij. Zëri i priftit vazhdonte të rimbushte kishën e vogël, por ai nuk e dëgjoi më. Tërë vëmendja e tij ishte e fokusuar në dorën e vogël dhe të ngrohtë që e mbante të tijën. Ndjeu vështrimin e Miguelit, atë shikim të qëndrueshëm dhe të sigurt, dhe një valë e re dashurie dhe mirënjohje e përhap në gjoks. Kjo ishte dhurata më e madhe, dhurata që nuk e kishte kërkuar, që nuk e kishte parashikuar, dhe që e kishte shëruar më thellë se çdo mrekulli fizike. Jeta e tyre e re filloi të marrë një ritëm të qetë dhe të ëmbël. Apartamenti i madh, i cili dikur ishte një hapësirë e ftohtë dhe luksoze, tani jepte jehona nga e qeshurit e Miguelit dhe nga zhurma e librave që hidheshin në divan. Eduard nuk e kishte më nevojën e mëparshme për kontrollin e përsosur. Rregullsia e patundshme e tij zëvendësohej nga paparashikueshmëria e gëzimit të thjeshtë. Gjysma e zyrës së tij në shtëpi u shndërrua në një klasë. Atje, midis dokumenteve të rëndësishme, tani gjendeshin libra shkollor, fletore me vizatime dhe një globus. Miguel ishte nxënës i shpejtë dhe kurioz. Por mësimet më të mëdha nuk ishin ato që Eduard i jepte, por ato që Miguel i jep atij. Djali ja mësoi atij të ndalte. Të ndalte vërtet. Eduard, i cili kishte kaluar një jetë të tërë duke vrapuar nga një takim në tjetrin, nga një marrëveshje në tjetrën, tani mësonte artin e humbur të qenit thjesht i pranishëm. Mësonte të shijonte shijen e kafes së mëngjesit pa e shikuar orën. Mësonte të ndjej erën e freskët në balkon pa menduar për emailet e papaguara. Mësonte të dëgjoj, jo vetëm të dëgjonte. Një mbrëmje, ndërsa shikonin diellin perëndimtar nga balkoni, Miguel, pa u kthyer, tha: "Zotëri Eduard, a e dini se çfarë më pëlqen më shumë tani?
Çfarë, biri im? Që mund t'ju tregoj gjërat. Kur shoh një re që duket si një anije, ose kur shoh një zog që ndërton çerdhen. Para, kur ju nuk shinit, unë thjesht I përshkruaja. Por tani mund t'ju tregoj. Dhe ju e shihni atë saktësisht njësoj si unë. Eduard nuk gjeti fjalë. Ai e përqafoi djalën dhe e mbajti atë. Atë çast e kuptoi se shikimi nuk ishte thjesht një çështje fizike. Ishte një çështje lidhjeje. Të shohësh së bashku, të ndash të njëjtën pamje, të ndash të njëjtën dritë, kjo ishte mrekullia e vërtetë. Mirë po, jeta nuk ishte vetëm momente të tilla të ëmbla. Kishte edhe hije. Ndodhnin natë kur Miguel zgjohej duke bërtitur nga një ëndër e keqe, duke thirrur për nënën e tij. Eduard, I cili dikur kishte menaxhuar kriza financiare me zemër të ftohtë, tani ndihej krejtësisht I pashkatëruar përpara kësaj dhembjeje të vogël dhe të thellë. Ai nuk kishte përgjigje magjike. Nuk kishte fjalë që mund ta çonin nënën përsëri. Ajo që kishte, ishte prania e tij. Ulte pranë shtratit, e përkumte dhe I përsëriste pa u lodhur, jam këtu. Baba yt është këtu. Nuk je vetëm. Dhe ngadalë, duke u mbështetur në këtë siguri të re, frika e natës filloi të paksoi. Zëvendësoi nga një ndjenjë sigurie, e mbështjell në kujtimet e nënës, por e mbajtur nga prania e tanishme e një baba. Eduard filloi të sjell Miguelin me vete në zyrë, jo për të punuar, por për të njohur botën e tij. Punonisit, të cilët dikur e kishin parë patronin si një figurë të pashoq të frikësuar, tani e pan një burr të ndryshëm. Pan një burr që ulte kokën me durim për të dëgjuar një histori të gjatë dhe të parendit të fëmijës së tij. Pan një buzëqeshje të vërtetë, jo atë të shtypur dhe strategjik. Dhe ndryshimi ishte I dukshëm. Atmosfera në zyrë u bë më e lehtë, më njerëzore. Eduard filloi të dëgjojë më shumë, jo vetëm të urdhëronte. Kjo ndikoi pozitivisht edhe në biznes, duke sjellë një frym të re krijuese dhe bashkëpunimi. Por zemra e Eduardit nuk ishte plotësisht e shëruar. Ndjesia e fajit ndërhynte ndonjëherë. Ai pyeste veten nëse e meritonte këtë lumturi të papritur, këtë shpëtim, kur kaq shumë njerëz, si Migueli dikur, vazhdonin të vuajnë në heshtje. Kjo ndjenje e përcolli një ditë drejt prokurorit të tij. Dëshiroj të themeloj një fondacion, tha Eduard pa paralajmërim. Emri do të jetë Fondacioni Drita e Besimit. Dhe fokusi kryesor do të jetë ndihma për fëmijët e lënë pas dore dhe jetim, me një program të veçantë për fëmijët me nevoja të veçanta, veçanërisht të verbër ose me probleme të shikimit. Ai shikoi prokurorin me një vendosmëri të re. Nuk do të jetë thjesht një shpërndarje parash. Do të ofrojmë strehim, mbështetje psikologjike, akses në arsim dhe trajtime mjekësore. Dhe do të ketë një program mentorimi, ku familje si ne mund të ndajnë kohën dhe përvojën e tyre. Miguel u bë pjesë përsëri dhe fryma e këtij projekti. Kur dëgjoi për qëllimin e fondacionit, syt I shkëlqyen. Kështu do të mund t'u tregojmë fëmijëve të tjerë se Perëndia nuk I ka harruar, tha ai thjesht. Dhe ai kishte të drejtë. Projekti u bë një shtysë e re për të dy. Për Eduardin ishte një mënyrë për ta kthyer bekimin në një bekim për të tjerët. Për Miguelin ishte një mënyrë për ta ndarë shpresën që ai kishte mbajtur gjatë gjithë atyre viteve të vështira. Larg nga qyteti, në një vilë të vogël pranë malit, ata kalonin fundjavët. Aty, larg zhurmës dhe kujtimeve të vjetra, ata ndërtuan kujtime të reja. Eduard mësoi të ecë në përpyll pa shkop, duke u mbështetur në përshkrimet e Miguelit dhe në ndjenjat e tjera. Vi drejt, baba, thoshte Miguel, duke e quar për dorë. Tani ka një gur të madh në të djathtë. Dëgjo, a dëgjon zhurmën e përrojt? Dhe Eduard, me sytë mbyllur ndonjëherë, mësonte të shihte përmes zërit të djalit të tij. Kjo ishte një formë tjetër shikimi, më e thellë dhe më intime. Një ditë, duke qëndruar në majë të një kodre dhe duke parë shtrirjen e gjelbër, Miguel tha, a mendoni se mami po na shikon tani? Eduard e përqafoi djalën. Pa asnjë dyshim, biri im. Ajo është pjesë e kësaj drite, e këtij paqësore. Dhe ajo është shumë, shumë krenare për ty. Miguel buzëqeshi dhe ja përqafoi mesin. Dhe jam krenar për ju, baba. Koha kaloi. Vitet e para të emigrimit shkuan dhe migjen e zezë të Eduardit filloi të përzihej me fije të bardha, një shenjë e lumturisë së re, siç e quante ai.
Migeli u bë një djalë i gjatë dhe i holl, me të njëjtën seriozitet në sytë e kaltër, por tani me një qetësi që vinte nga siguria se ishte i dashur dhe i sigurt. Ai vazhdoi të lexonte Biblën e nënës çdo mbrëmje dhe shpesh Eduard i bashkëngjitej atij. Lutjet e tyre të përbashkëta nuk ishin me urgjenca të dëshpëruara, por biseda falënderimi dhe dorëzimi. Një mbrëmje, pas një ditë të gjatë pune për fondacionin, Eduard u ndal te dera e dhomës së Miguelit. Djali, tashmë një adoleshent, ishte i përkulur mbi librin e detyrave. Drita e llambës së tavolinës i ndriçonte profilin. Eduard ndaloi dhe e pa. Pa gjithë rrugën që kishte kaluar ky djalë nga baraku i ftohtë në këtë dhomë të ngrohtë. Pa fuqinë e pandërprerë të shpirtit të tij. Dhe pa mrekullinë e rrugës së vet që nga shpirti i mbyllur dhe i hidhëruar në atë stol të sheshit, tek ky burr që tani qëndronte aty me zemër plot, duke parë fëmijën e tij me një dashuri që e përmbyste çdo gjë. Miguel ngriti kokën dhe buzëqeshi. Baba, ju keni nevojë për diçka? Eduard hyri dhe u ul në skaj të shtratit. Thjesht doja të falënderoja, tha ai me zë të qetë. Falënderova për gjithçka. Për çdo biskot, për çdo varg, për çdo fjalë besimi. Ti më shpëtove jetën, Miguel. Jo vetëm sepse më kthyve shikimin, por sepse më tregove rrugën për të kthyer shpirtin tim. Miguel ju afrua atij dhe e përqafoi. Dhe ju më shpëtuat jetën time, baba. Në të njëjtën mënyrë. Prandaj mendoj se Perëndia na përdori njëri tjetrin. Ata qëndruan të përqafuar për një minutë, duke dëgjuar muzikën e natës që fillonte jashtë. Projekti i fondacionit u rrit dhe u bë një forcë e madhe e mirë në qytet. Shumë fëmijë gjetën një shpresë të re, një shtëpi të re dhe në disa raste shërimin e tyre. Çdo sukses, çdo histori e shpëtuar e mbushi zemrën e Eduardit dhe Miguelit me një gëzim të pashpjegueshëm. Ata e dinin se po përhapnin dritën që kishin marrë dhe kjo i bënte ato të ndritshme edhe më shumë. Ditën kur Miguel diplomohej nga shkolla e mesme, Eduard qëndroi në anën e pasme të auditorit, duke e parë djalën e tij të marrë diplomën. Sytë ju mbushën me lot kur dëgjoi emrin e Miguelit. Ai kujtoi djalën e vogël me biskotën në dorë dhe i dha falënderimet e tij Perëndis për rrugën e çuditshme dhe të mrekullueshme që e kishte çuar deri këtu. Pas ceremonisë, Miguel ju afrua atij me kapsllokun e diplomës në dorë. Kjo është e jona, baba, tha ai. Pa ju, asnjëherë nuk do të kisha mundur ta bëja këtë. Dhe Eduard, duke marrë me mend pyetjen që mund të lindte në mendjet e të tjerëve, tha me zë të qartë, jam unë ai që duhet të falenderoj. Ti më ke dhënë më shumë se çfarë unë të kam dhënë ty. Historia e Eduard dhe Miguel nuk përfundoi me diplomimin. Ajo vazhdoi të rritej dhe të thellohej. Ajo u bë një testament i gjallë i fuqisë së besimit, të dashurisë së papritur dhe të faktit se mrekullit ndodhin kur zemrat tona hapen për ato që Perëndia dërgon, madje edhe nëse vijnë të veshura si një fëmijë i varfër në një stol parku. Ajo u bë një kujtesë e përhershme se shikimi më i rëndësishëm është ai i zemrës, dhe se drita më e fuqishme nuk vjen nga dielli, por nga shkëndija e besimit në errësirë. Dhe kështu, në çdo mëngjes, kur Eduard zgjohej dhe pa dritën e ditës duke depërtuar në përxham, ai nuk thoshte vetëm faleminderit për shikimin e tij fizik. Ai falënderoi për shikimin e ri të zemrës, për dritën e re në shpirt dhe për dashurinë që e kishte shëruar thellësisht. Dhe pranë tij, gjithmonë, ishte Miguel, djali i tij, mësuesi i tij, shpëtimtari i tij, biri i tij, një kujtesë e përhershme që për Perëndin, me të vërtetë, asgjë nuk është e pamundur. Miguel zgjedhi të studiojë për punën sociale në universitet. Vendimi nuk e befasoi Eduardin. Ai e pa qartë rrugën e zemrës së djalit të tij. Dua të ndihmoj fëmijë të tjerë, siç më ndihmuan mua, shpjegoi Miguel me atë thjeshtësinë e tij karakteristike. Dua t'u tregoj atyre se edhe në errësirën më të madhe ka dritë. Dhe ndonjëherë ajo dritë vjen nga vendet më të papritura. Eduard nuk mundi të përmbaste emocionet. Ai e kishte parë fëmijën që mbante gjithë botën në shpatulla dhe tani po shihte burrin që po bëhej për ta mbajtur të tjerët. Ishte një cikël plotësues i përsosur. Gjatë viteve të studimit, Miguel u bë pjesë aktive e fondacionit Drita e Besimit. Ai nuk ishte thjesht djalë i themeluesit, ishte fryma e vërtet e projektit. Ai dinte në mënyrë intuitive se çfarë nevojitej, sepse ai kishte qenë atje. Ai krijonte programe mentorimi ku fëmijët e moshës së tij mund të takonin dhe të ndanin histori.
Ai organizonte ekskursione në natyrë për fëmijët e verbër, duke u bërë sytë e tyre, ashtu siç dikur kishte qenë për Eduardin në park. Secili sukses i vogël, çdo buzëqeshje e fituar në një fytyrë të hidhur, për Miguelin ishte një fitore personale. Ai po e shpërblente borxhin e shpresës që dikur i ishte dhënë atij. Eduard, nga ana tjetër, po përjetoi nga një gëzim i ri, gëzimi i të qenit babai i një të rrituri. Ai udhëhiqte, por tashmë jo si një mësues i pashpresë, por si një shok i vetëdijshëm. Diskutimet e tyre mbrëmore në balkon, duke parë perëndimin e diellit, kishin thelluar. Ata flisnin për filozofi, për besimin, për ndjenjen e qëllimit në jetë. Eduard e kishte humbur ndjenjen e qëllimit për shumë vite, tani ajo ishte kthyer dy fish, të paktën. Për qëllimin e tij personal si babai i Miguelit dhe për qëllimin e tyre të përbashkët përmes fondacionit. Një ditë, gjatë një vizite në zyrën e fondacionit, Eduard pa diçka që e preri zemrën. Një djalë i vogël, me sy të mëdhenj dhe frikë, ishte ulur në një koltuk, duke u përqendruar në duart e veta. Ai kishte humbur prindërit e tij së fundmi dhe nuk fliste më. Puna sociale po përpiqej të lidhte një bisedë, pa sukses. Miguel, që po kalonte nga korridori, pa skenën. Ai ndaloi, vuri re djaloshin dhe u largua pa thënë asgjë. Ai u kthye pas disa minutash me një libër të vogël në dorë, një kopje të re të Biblës, por jo çfarëdo kopje. Ishte një version me shkronja të mëdha dhe ilustrime të bukura. Ai ul pas zë pranë djaloshit, jo përballë tij, por pak më anash. Ai nuk e shikoi atë. Vetëm hapi librin dhe filloi të lexonte me zë të ulët, të qetë, jo një varg, por një histori të thjeshtë nga Jezusi dhe fëmijët. Eduard ndoqi nga dera. Ai pasi trupti i vogël i djaloshit filloi ngadalë të relaksohej. Nuk ngriti syt, por vëmendja e tij ishte e drejtuar tërësisht nga zëri i butë i Miguelit. Kur Miguel mbaroi shtypjen e thjeshtë, ai mbylli librin dhe e vuri butësisht pranë djaloshit në koltuk. Ti mund ta mbash këtë, tha Miguel me zë të qetë. Unë e kam një tjetër të ngjashme në shtëpi. Pastaj u ngrit dhe u largua, duke lënë djaloshin me librin në krah. Eduard pas disa minutash, djaloshi hapi librin dhe filloi të shfletoj faqet me gishta të dridhur. Nuk kishte shëruar asgjë, por një derë ishte hapur pak. Drita kishte depërtuar. Atë mbrëmje në shtëpi, Eduard i tha Miguelit, sot pash në vepër atë që ti më mësove. Artin e të pranishmit pa shtypje. Artin e të dhënës pa pritje. Miguel buzëqeshi i ndrojtur. Ai djalë më kujtoi veten time. Nuk doja fjalë. Doja vetëm të ndjeja se dikush ishte pranë, pa kërkuar asgjë nga unë. Kështu, vazhdon të rritet fondacioni, duke prekur gjithnjë e më shumë jetë. Por jeta ka valë të saj. Një mbrëmje, pas një dite jashtëzakonisht të stresuar në punë, Eduard ndiu një dhimbje të mprehtë në kokë dhe një ndjenjë të çuditshme të errësimit në shikim. Ai u ul menjëherë, me zemër të shpejtë. Frika e vjetër, e egër dhe e ftohtë, u kthye si një valë. Apo e humbte përsëri shikimin? Miguel, që po përgatiste çaj në kuzhinë, e pa menjëherë ndryshimin në qëndrimin e babait të tij. Baba? Çfarë ka? Ai erdhi menjëherë pranë. Eduard, duke përpiqur të mos panikoj, përshkroi simptomat. Ndoshta është vetëm lodhje, tha Miguel, por zëri i tij kishte një notë tensioni. Do të telefonojmë mjekun. Në spital, pas një serie ekzaminimesh, mjeku u shpreh i kënaqur. Nuk ka asnjë shenjë rikthimi të gjendjes tuaj të mëparshme, zotëri Cavalcanta. Kjo duket të jetë një migrenë e fortë, e shkaktuar ndoshta nga stresi dhe lodhja. Por duhet të pushoni. Eduard u çlirua, por ndjenja e frikës nuk e kishte lënë plotësisht. Ajo e kishte kujtuar për ballckën e tij, treguesin se shërimi i tij, edhe pse i mrekullueshëm, nuk e bënte të pampreksshëm. Ai ishte ende një njeri. Në shtëpi, Miguel nuk e la vetëm. Do të jeni në rregull, baba, tha ai, duke e çuar në dhomën e tij të gjumit. Unë jam këtu. Ai uli pranë krevatit, ashtu siç dikur kishte bërë Eduard për të, dhe filloi të lexojë me zë të qetë nga Bibla. Nuk ishte një varg specifik, thjesht lexonte, duke krijuar një ambient të qetë dhe sigurie me zërin e tij. Dhe gradualisht, frika e Eduardit u shua, duke u zëvendësuar nga një lodhje e thellë dhe prekja e kujdesit të pafund të djalit të tij. Kjo incident i vogël i solli një të vërtet tjetër, tani nuk ishte vetëm Eduardi që kujdesej për Miguelin.
Tani ishte një kujdes i ndërsjell. Lidhja e tyre ishte bërë një mbështetje e vërtet dy drejtimëshe. Migueli nuk ishte më fëmia që duhej mbajtur. Ai ishte burri që mund të mbante edhe babajnë e tij. Dhe kjo I jepte Eduardit një kënaqësi të re, të thellë, të parit e birit të tij duke u bërë një burr I plot, I dashur dhe I fortë, jo nga forca e parave, por nga forca e karakterit. Kur erdhi koha për Miguelin të bënte praktikën e tij universitare, ai vendosi ta bëjë atë plotësisht në fondacion. Projekti I tij përfundimtar ishte krijimi I një programi të quajtur Këmbëngulja. Në thelb, ishte një grup mbështetjeje për adoleshentët që kishin dalë nga sistemi kujdestar dhe po përballonin sfidat e pavarësisë. Miguel e drejtonte atë me një përkushtim të plot, duke përdorur jo vetëm njohuritë e tij akademike, por edhe të gjitha mësimet e jetës së tij. Ai dinte se çfarë do të thotë të jesh I vetëm në botë në moshën 8 vjeçare. Ai dinte se çfarë do të thoshte të humbashe besimin. Dhe ai dinte se si ta rimerrësh atë. Një nga pjesëmarrësit në program ishte një vajzë 17 vjeçare me emrin Anja. Ajo ishte e mbyllur, e hidhëruar dhe shumë e zemëruar. Ajo nuk donte të merrte pjesë në asnjë aktivitet grup dhe e refuzonte çdo përpjekje për të ndërtuar miqësi. Miguel nuk e detyroi atë. Ai thjesht çdo ditë, kur ajo ishte në ambientin e fondacionit, I afrohej dhe thoshte përshëndetje, Anja, me një ton të qetë dhe jo kërcënues. Nuk pyeste asgjë. Nuk ofronte ndihmë. Thjesht e njinte praninë e saj. Kjo vazhdoi për javë. Një ditë, Anja qëndroi në pragun e dhomës së Miguelit. Pse e bën këtë? Pyeti ajo me zë të ashpër. Pse thjesht thua përshëndetje? Ti di se unë nuk dua të jem këtu. Miguel ngriti syt nga libri dhe ju përgjigj me sinqeritet. Sepse dikur edhe unë isha këtu dhe nuk doja të thoja asgjë askujt. Por dikush vazhdoi të thoshte përshëndetje për mua, edhe kur unë nuk përgjigjeshim. Dhe më në fund, kjo më bëri të ndihem si një njeri, jo si një problem. Anja nuk tha asgjë. U largua. Por ditën tjetër, kur Miguel tha përshëndetje, ajo bërtiti një përshëndetje të shpejtë dhe të ulët. Ishte një fillim. Eduard ndoqi këtë proces me kujdes dhe kënaqësi të thellë. Ai pa se Migueli nuk po përsëriste vetëm atë që kishte ndodhur në parë. Ai po e përshtate atë duke e përdorur si një themel për të ndërtuar diçka të re. Ai po bënte më shumë se sa të ndihmonte, ai po transformohej në një shërbëtor të vërtetë. Dhe kjo e bënte zemrën e Eduardit të këndoj. Vitet kaluan. Miguel u diplomua me nderime. Në ceremoninë e diplomimit, Eduard ishte aty, duke përjetuar një krenari kaq të madhe saqë mendoi se zemra e tij mund të plasërishte. Kur Miguel u kthye në shtëpi me diplomën në dorë, Eduard e përqafoi atë fort. Baba, kjo është e jona, tha Miguel sërish. Pa ju, pa besimin tuaj, pa dashurinë tuaj, unë do të isha ende ai djalë në atë stol, duke pritur një biskoll. Eduard u përgjigj me zë të mbytur, dhe pa ty, unë do të isha ende ai burri në atë stol, duke pritur vetëm errësirën. Ne e shpëtuam njëri tjetrin, biri im. Dhe kjo është më e bukura se çdo mrekulli. Pas diplomimit, Miguel u punësua me kohë të plotë si koordinator I programeve në fondacionin Drita e Besimit. Eduard filloi t'i dorëzonte gradualisht më shumë përgjegjësi, duke e parë në të jo vetëm birin, por edhe trashëgimtarin e vërtet të vizionit të tyre të përbashkët. Ai pasi Migueli sillte një energji të re, ide inovative dhe një aftësi të jashtëzakonshme për t'u lidhur me të gjithë, nga fëmijët më të vegjël deri te stafi më I vjetër. Por rruga e jetës nuk është e sheshtë. Një ditë, pas një kontrolli rutin, mjeku I Eduardit gjeti diçka që shqetësoi. Nuk kishte të bënte me syt, por me zemrën. Duhej një operacion I vogël, por I nevojshëm. Edhe pse mjeku e siguroi se rreziku ishte minimal, fjala operacion solli një erë të ftohtë në shtëpinë e tyre. Miguel u shfaqi qetë dhe I vendosur përpara babait të tij, por Eduard mund të shihte frikën e fshehur në sytë e tij. Tani ishte radha e Miguelit të ndiej frikën për personin që e kishte shpëtuar. Nuk do të ju ndodh asgjë, baba, tha Miguel me një vendosmëri që tingëllonte si një lutje. Ne kemi kaluar shumë gjëra së bashku. Kjo është vetëm një pengesë tjetër e vogël. Ai e çoi Eduardin në spital dhe nuk e la as për një çast gjatë gjithë kohës së përgatitjeve.
Natën para operacionit, ndërsa Eduard dhihej në shtratin e spitalit, Miguel u ul pranë tij dhe mori dorën e tij. A dëshironi të luteni së bashku? Pyeti ai. Eduard pranoi me kokë. Dhe kështu, në dritën e zbeth të dhomës së spitalit, djalëri që dikur ishte ndihmuar të gjente besimin, tani e udhëhiqte atë që ja kishte dhënë atë besim në një lutje të përbashkët. Nuk kishin nevojë për fjalë të shumta. Perëndi i mirë, filloi Miguel me zë të qetë, ti na ke çuditur kaq shumë herë me mirësinë tënde. Ti e ke kthyer errësirën në dritë, vetmin në familje dhe humbjen në shpresë. Tani ne jemi këtu sërish duke kërkuar dorën tënde. Mbaje babain tim në duart e tua të mbrendshme. Jepi paqe, jepi forcë dhe shëro trupin e tij. Ne besojmë te ti, faleminderit që je gjithmonë me ne. Eduard shtypi dorën e Miguelit dhe përsëriti me zë të ulët, amen. Operacioni kaloi pa asnjë komplikim. Gjithçka ishte në rregull. Kur Eduard u zgjua në dhomën e tij të rikuperimit, personi i parë që pa ishte Miguel, duke buzëqeshur me një shprehje kënaqësie të pafund. Ju thash, tha Miguel, duke i ndenjur dorën. Perëndia nuk na ka harruar. Dhe në atë moment, Eduard e kuptoi plotësisht rrethin e përfunduar. Dashuria që ai kishte dhënë pa pritur shpërblim, tani po i kthehej atij të shumëfishuar në formën e kujdesit dhe besimit të patundur të djalit të tij. Mrekullia nuk kishte qenë vetëm shërimi fizik. Mrekullia ishte ky shpirt, ky lidhje, kjo familje e ndërtuar mbi themelet e besimit të thyrë dhe të riparuar. Jeta e tyre vazhdoi në këtë ritëm të ëmbël dhe të përmbushur. Fondacioni u bë një monument i gjallë i historisë së tyre, duke prekur mira jetë. Por për ta, thelbi mbeti i njëjtë, çdo mëngjes së bashku, çdo lutje e përbashkët, çdo kafë në balkon duke parë lindjen e diellit. Eduard i shëroi plotësisht dhe shikimi i tij mbeti i qartë. Por ai nuk shikonte më vetëm me sytë fizik. Ai shikonte me zemrën. Ai shihte shpresën në sytë e fëmijëve që ndihmonin, shihte krenarinë në ecjen e sigurt të Miguelit, shihte bekimin në çdo ditë të thjeshtë që i ishte dhënë. Dhe dikur, shumë vite më vonë, kur flokët e të dyve u bën krejt të bardhë dhe historia e tyre u bë një legjendë e ëmbël në qytet, ata ende shkonin në atë park. Tani nuk ishin më në atë stol specifik. Ata ecnin ngadalë përgjatë shtigjeve duke kujtuar. Ja ku ishte, thoshte Eduard ndonjëherë, duke treguar drejt një stoli të vjetër. Atje ku ti erdhe dhe e çove jetën time në një drejtim tjetër. Dhe Miguel do të buzëqeshte dhe do të përqafonte krahun e babait të tij. Jo, baba. Atje ku Zoti na solli së bashku. Kështu përfundon historia e tyre, por jo ndikimi i tyre. Sepse drita që ndezën në atë park të ftohtë pasdite vazhdon të digjet nëpër shpirtrat e të gjithë atyre që prekën. Dhe kjo na kujton se ndonjëherë shërimi ynë më i madh vjen kur ndalojmë së shikuari vetëm brenda nesh dhe hapim syt ose zemrën për të parë atë që Perëndia ka vendosur para nesh. Mund të jetë një fëmijë i vogël me një biskot, një fjalë e thjeshtë besimi, ose vetëm prania e dikujt që thot përshëndetje në kohën e duhur. Sepse Perëndia nuk harron asnjë nga fëmijët e tij. Kur vitet kaluan si faqet e një libri të mirë, të shpejta dhe të ëmbla. Eduard dhe Miguel vazhduan të ecnin së bashku në përjetë, duke e mbajtur njëri tjetrin të fortë dhe duke ndriçuar rrugën e të tjerëve me dritën që kishin marrë. Fondacioni Drita e Besimit u bë një shtyllë në komunitet, një vend ku shpresa nuk ishte vetëm një fjalë, por një realitet i përditshëm. Mira fëmijë kishin kaluar nëpër dyert e tij, duke marrë jo vetëm ndihmë materiale, por edhe atë gjë të paprekshme dhe të çmuar, ndjenjen se dikush kujdesej dhe se kishin një qëllim. Miguel, me kalimin e kohës, u bë drejtuesi i pavarur i fondacionit. Eduard, tashmë në moshën e pjekurisë së bukur, kishte tërhequr pak hapin, duke i lënë djalit të udhëheqë me frymën e re dhe idetë e freskëta. Por prania e Eduardit mbeti thelbësore. Ai ishte uria e mençur, burri i qetë në këndin e dhomës, që me vetëm një shikim ose një fjalë të mirëfillt mund ta drejtonte gjithçka në rrugën e duhur. Njerëzit e kërkonin për këshilla, jo vetëm për punën e fondacionit, por edhe për çështjet e jetës. Ai ishte bërë një babai për shumë njerëz, jo vetëm për Miguelin. Një ditë, kur Miguel po përgatiste një prezantim për një konferencë të madhe filantropike, shikoi babain e tij të ulur në balkon, me sytë mbyllur, me fytyrën e kthyer drejt diellit. Ishte një pamje paqësore, plot me kënaqësi të thellë. Miguel ndaloi punën dhe ju afrua atij.
Në çfarë po mendoni, baba? Eduard hapi sytë dhe buzëqeshi, duke I treguar një karrige të zbrazët pranë tij. Po mendoja se si është e çuditshme dhe e bukur jeta. Po mendoja për atë djalë të vogël në stol dhe për këtë burr të pjekur në balkon. Dhe sa larg kemi ecur së bashku. Miguel u ul. Ndonjëherë, kur mendoj për të kaluarën, më vjen për t'i dridhur. Por pastaj më vjen për të falënderuar. Falenderoj për çdo vështirësi, sepse ajo na solli këtu. Eduard vuri dorën mbi dorën e djalit të tij. Kjo është mençuria e vërtet, biri im. Të kapërcenësh dhimbjen dhe ta shohësh atë si një pjesë të rrugës tënde, jo si një pengesë. Ti e ke mësuar këtë shumë më herët se unë. Konferenca ishte një sukses I madh. Miguel foli përpara një salle të mbushur me njerëz të pasur dhe ndikues. Ai nuk foli për statistika apo strategji biznesi. Ai tregoi historinë e tij. Foli për barakun, për biskotën, për stolin në park, për Biblen e nënës dhe për burrin e verbër që e priste çdo pasdite. Foli për fuqinë shëruese të pranisë së thjeshtë dhe të besimit të vogël. Dhe kur përfundoi, salla qëndroi në heshtje për një moment, e ndjekur nga një duartrokitje që duket se nuk do të pushonte kurrë. Shumë njerëz u afruan pas në skenë, me lot në sy, duke kërkuar të flisnin me të. Ata donin të dinin se si mund të ndihmonin, jo vetëm me para, por me kohën dhe zemrën e tyre. Miguel e kishte prekur atë që ishte më e rëndësishmja, njerëzimin e tyre. Por jeta, siç e dinin shumë mirë, nuk është një vijë e drejtë. Një të martë pasdite, ndërsa Eduard lexonte në balkon, ndiu një dobësi të papritur dhe një ndjenjë lehtësimi në gjysmën e djathtë të trupit. Libri I ra nga duart. Ai u përpoq të thirrë, por zëri I doli I dobët. Për fat të mirë, Miguel kishte ardhur më herët në shtëpi atë ditë. E dëgjoi zhurmën dhe vrapoi në balkon. Pa gjendjen e babait të tij, ai e kuptoi menjëherë se ishte një goditje në tru. Telefoni I shpejt për ambulancën shpëtoi jetën e Eduardit. Gjendja ishte serioze, por jo fatale. Mjekët thanë se reagimi I shpejt I Miguelit dhe gjendja e mirë fizike e Eduardit kishin ndihmuar shumë. Megjithatë, do të duhej një rikuperim I gjatë dhe I vështirë. Kjo ishte sfida më e madhe që ata kishin përballur qysh nga ato ditët e para. Eduard humbi pjesërisht lëvizjen në anën e djathtë dhe kërkonte terapie intensive për të kthyer aftësitë e tij të flasësh dhe të lëvizësh. Ishte një kthes e papritur dhe e dhimbshme. Për Miguelin të shoh babain e tij, këtë figurë të fortë dhe të pavarur, të varur nga ndihma e të tjerëve për gjërat më bazë, ishte jashtëzakonisht e vështirë. Për Eduardin të humbas përsëri një pjesë të pavarësisë së tij, pasi kishte luftuar aq shumë për ta rifituar atë, ishte një provë e re e rëndë. Por kjo herë, ata nuk ishin vetëm. E gjithë komuniteti që kishin ndërtuar u mblodh rreth tyre. Punonisit e fondacionit organizuan një turne për t'ia sjellë Eduardit terapinë në shtëpi. Fëmijët që kishin ndihmuar, tani të rritur, erdhën me ushqime dhe me kohën e tyre për të qëndruar me ta. Mjekët më të mirë u ofruan vullnetarisht. Ishte si të shihte një pemë të madhe, rrënjët e së cilës kishin rritur, të kthehej tani për të mbrojtur dhe ushqyer trumbun. Miguel ishte forca e pandërprer pranë babait të tij. Ai ndihmonte në terapinë fizike, bënte ushqimin dhe, më e rëndësishmja, fliste me të. Ai nuk e la të humbiste shpresën. Baba, ju më mësuat se asgjë nuk është e pamundur, I thoshte ai çdo ditë, duke e ndihmuar të ecë me shëtitse nëpër kopsht. Ju kthyet nga errësira e plotë. Kjo është vetëm një pengesë tjetër. Ne do ta kapërcejmë atë së bashku. Fytyra e Eduardit, e shtrembëruar pak nga goditja në tru, përpiqej të buzëqeshte. Ti je. Forca ime, tha ai me zë të ndërprer, duke shtrënguar dorën e Miguelit sa më fort që mundte. Procesi I rikuperimit ishte I ngadalë dhe I dhimbshëm. Kishte ditë kur Eduard ndihej I dëshpëruar dhe I zemëruar. Por prania e Miguelit dhe mbështetja e të tjerëve nuk e linte të dorëzohej. Një ditë, gjatë një seance terapie, terapeuti I solli një top të butë dhe I kërkoi Eduardit të hedhë atë nga dora e djathtë. Topi ra poshtë menjëherë. Eduard u ndiej I mposhtur. Miguel, që po e ndiqte, u ul dhe e mori topin. Le të provojmë përsëri, baba, tha ai me një zë të butë, por të vendosur. Mos u mërzit nëse bie. Rëndësishmja është të përpiqemi. Dhe ata vazhduan. Çdo ditë, pak më shumë.
Një muaj më vonë, Eduard mund të hidhte topin 2 metra. Ishte një fitore e vogël, por për ta ishte sikur të kishin fituar një medalje olimpike. Gjusia po kthehej ngadalë fal ushtrimeve të vazhdueshme. Një mbrëmje, ndërsa shihnin një dokumentar së bashku, Eduard tha një fjali të plot, pa ndonjë ndërprerje. Miguel, të falenderoj për gjithçka. Miguel u kthye dhe pa lotët që filluan të rrjedhin nëpër faqet e tij. Ai nuk tha asgjë. Thjesht u përqafuan. Pas një viti rikuperimi të vazhdueshëm dhe të palodhur, Eduard kishte rifituar shumicën e lëvizjeve. Ecia e tij nuk ishte më e shpejtë dhe e sigurt si dikur, por ai mund të ecte pa shëtitës, vetëm me një shkop për mbështetje. Gjusia e tij ishte pothuajse plotësisht e kthyer, edhe pse ndonjëherë fjalët i vinin pak më ngadalë. Por shpirti i tij, që dikur kishte rrezikuar të mbyllte përsëri, doli edhe më i fortë nga kjo provë. Ai tha, më duhej një kujtesë e re. Nuk duhet të harroja se forca ime nuk vjen nga trupi im, por nga Zoti dhe nga njerëzit që më duan. Përvoja e tij e re e cënimit fizik i dha një thellësi edhe më të madhe punës së fondacionit. Tani ai mund të lidhej edhe më mirë me fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara që vinin në kërkim ndihme. Ai ishte dëshmi e gjallë se një pengesë fizike nuk të bën më pak vlerë, dhe se me durim dhe mbështetje mund të kapërcehet shumë. Ai filloi të mbante biseda të vogla, të thjeshta me njerëzit, duke ndarë historinë e tij të dy fish, shërimi nga verbëria dhe rikuperimi nga goditja në tru. Dhe çdo herë, theksi ishte i njëjtë, nuk isha vetëm. Gjithmonë kishte dikë. Miguel, nga ana tjetër, mësoi një mësim të ri, si të kujdesej për prindin e tij në mënyrën më fisnike dhe të respektueshme. Ai mësoi artin e durimit dhe të priturit. Ai mësoi se dashuria vërtet nuk është vetëm për momentet e gëzimit, por edhe për ato të dhimbshme dhe të vështira, kur duhet të pastrosh, të ndihmosh dhe të qëndrosh në heshtje pranë shtratit. Kjo e bëri një burr edhe më të plot, edhe më të butë dhe më të mençur. Kur Eduard u kthye plotësisht në punët e fondacionit, tashmë në një rol këshillues, dinamika midis tyre kishte ndryshuar përsëri. Tani ishte një partneritet i vërtet midis dy barabartësh, ku çdo njeri i sillte përvojën unike të tij dhe mençurinë e fituar me mundime. Miguel ishte motori, me energjinë dhe idetë e reja. Eduard ishte timoni, me qetësinë dhe perspektivën e gjallë. Një nga projektet e fundit që lanë shenjë ishte krijimi i një kopshti terapeutik në oborrin e fondacionit. Ishte ide e Miguelit, i frymëzuar nga kujtimet e tyre në park dhe nga efektet shëruese të natyrës që ai kishte vërejtur tek babai i tij gjatë rikuperimit. Kopshti u projektua të ishte i aksesueshëm për të gjithë, me shtigje të gjerë për karriget me rrota, krevate lulesh në lartësi të ndryshme që të mund të prekeshin dhe të nuhiteshin, dhe zona me hije për të pushuar. Në qendër të kopshtit vendosën një stol. Jo një stol të zakonshëm, por një replik të atij stoli të vjetër të parkut ku u takuan për herë të parë. Pranë tij vendosën një pllak të vogël bronzi me një mbishkrim të thjeshtë. Këtu, në një stol si ky, filloi një mrekulli. Mos harroni, drita vjen gjithmonë në kohën e duhur. Inaugurimi i kopshtit ishte një ditë e veçantë. Erdhën shumë njerëz, të mitur dhe të moshuar, të shëndosh dhe me nevoja të veçanta, të pasur dhe të varfër. Ata të gjithë qenë të bashkuar në atë hapësirë të gjelbër. Kur erdhi koha për të folur, Eduard u ngrit me ndihmën e Miguelit. Ai ndaloi përballë mikrofonit duke e mbajtur shkopin e tij. Ai nuk foli për zemërimin e tij ose për vështirësi. Ai foli për mirësinë. Shikoni rreth jush, tha ai me zë të qartë, por të ngrohtë. Shikoni këta njerëz. Kjo është mrekullia më e madhe. Jo kopshti, jo ndërtesat, por kjo komunitet. Kjo familje e gjerë që ne e kemi ndërtuar së bashku. Kur unë u bëra i verbër, mendova se isha vetëm. Kur pësova goditjen në tru, përsëri ndjeva një izolim të frikshëm. Por të dyja herët u gabova. Isha i rrethuar nga dashuri. Thjesht nuk e shija. Shpresa ime për secilin prej jush është që kur të vini në këtë kopsht, të prekni një lule, të ndjeni erën ose të uleni në këtë stol, të kujtoheni se kur nuk jeni vërtet vetëm. Drita është gjithmonë aty, ndonjëherë në formën e një fëmije, ndonjëherë në formën e një shoku, ndonjëherë në formën e një të huaj që ofron një dorë ndihme. Hapni zemrën tuaj dhe do ta shihni. Pas fjalëve të tij, erdhi radha e Miguelit. Ai qëndroi pranë babait të tij, duke vënë dorën mbi shpatullën e tij.
babai im më mësoi të shija, filloi ai. Më mësoi të shija përtej rrobave të përlyera, përtej varfërisë, përtej pengesave. Më mësoi të shija shpirtin. Ky kopsht është një simbol i asaj shikimi. Këtu, secili mund të gjejë një farë bukurie, pa marrë parasysh aftësitë e tyre. Dhe ne juftojmë të gjithëve jo vetëm të vinë këtu, por të bëheni drita për dikë tjetër. Sepse një dritë e vetme mund të ndezë mira të tjerë. Vitet e fundit të Eduardit ishin plot me kënaqësi të thellë. Ai shihte birit të tij të lulëzonte, jo vetëm si një drejtues, por si një burr i dashur dhe i respektuar. Ai pa nipërit dhe mbesat e tij, fëmijët e shokëve dhe miqve që luanin në kopshtin terapeutik. Ai u bë gjyshi i të gjithëve në fondacion. Të rinjt e kërkonin për bekim dhe ai u jepte atyre një përqafim dhe një fjalë inkurajimi. Një mbrëmje të butë pranverore, ndërsa ata dy rinin në balkon si zakonisht, Eduard tha diçka që e mbeti në kujtesën e Miguelit për gjithmonë. Miguel, biri im, unë nuk kam frikë. E kam parë mrekullin. E kam jetuar atë në shërimin tim, në ty, në gjithë këtë dashuri që na rrethon. Kur të vi koha ime, unë do të shkoj i qetë, duke ditur se kam lënë prapa diçka të mirë. Dhe më e rëndësishmja, duke ditur se ti je këtu dhe se drita jote do të vazhdoj të ndriçoj. Miguel ju përgjigj me zë të mbytur, baba, ju jeni drita ime. Gjithmonë keni qenë. Jo, tha Eduard me butësi, duke e drejtuar fytyrën drejt perëndimit të diellit. Ne ishim shkëndija për njëri tjetrin. Dhe Zoti ishte ai që frymëzoi atë zjarr. Eduard Kalvacanta nuk e pa më shumë dimra. Ai kaloi në gjumë të qetë një natë, me një buzëqeshje të lehtë në buzët e tij, siç e gjeti Miguel i mëngjesit tjetër. Në shtratin e tij, në tavolinën e kreshtës, ishte Bibla e vjetër e nënës së Miguelit, e hapur në faqen e Filipianëve 4:13. Pranë saj, një foto e tyre të dyve, të marrë ditën e inaugurimit të kopshtit. Zbritja e Eduardit ishte një humbje e madhe për të gjithë komunitetin. Por siç e kishte dashur ai, nuk ishte një fund, por një kthese. Miguel e çoi fondacionin me zemër të dy fishtë. Me dhimbjen për humbjen dhe me vendosmërinë për të ndërtuar mbi trashëgimin e babait të tij. Ai u bë një udhëheqës edhe më i përkushtuar, duke mbajtur gjallë frymën e Eduardit në çdo vendim. Çdo vit, në datën e takimit të tyre në park, Miguel organizonte një mbrëmje kujtimi në kopshtin terapeutik. Njerëzit mblidheshin, ndanin histori dhe ndezën qirinj. Ai do të fliste gjithmonë, duke treguar historinë e atij takimi të parë. Dhe kur nuk përfundonte pa lexuar ato dy vargje që kishin ndryshuar gjithçka, çdo gjë mundem në atë që më forcë dhe sepse për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Dhe kështu, historia e Eduard dhe Miguel nuk përfundoi me vdekjen e Eduardit. Ajo vazhdoi të jetojë në çdo fëmijë që gjeti një shtëpi, në çdo shpirt që gjeti shpresë dhe në çdo person që, duke ndjekur shembullin e tyre, zgjodhi të ishte dritë në errësirën e dikujt tjetër. Kjo ishte mrekullia e vërtetë. Jo shërimi i menjëhershëm, por transformimi i ngadalshëm dhe i përhershëm i dy jetëve, i cili frymëzoi një zinxhir të pafund të dashurisë dhe shpresës. Sepse, në fund të fundit, për Perëndin me të vërtetë asgjë nuk është e pamundur. Dhe ai kur nuk haron asnjë nga fëmijët e tij. Kur. Dhe kështu, në atë kopsht ku lulëzonin kujtimet dhe shpresa e re, një cikël mbyllej vetëm për të hapur një tjetër. Miguel ndjeu praninë e babait të tij jo si mungesë, por si një mbështetje e qetë, e ngrohtë, si rrezet e diellit në mëngjes. Çdo pasdite në kopsht, kur dritat e muzikës përqafo. Në stolin e bronzit, ai e dinte, mrekullia nuk kishte qenë vetëm në shërimin e syve, apo në takimin në atë stol. Mrekullia ishte kjo, se një moment i vetëm dhe mbisie dhe nevoje mund të bëhej far për një familje, dhe ajo familje mund të bëhej far për një komunitet, dhe ajo komunitet një dritë për botën. Asgjë nuk kishte humbur. Gjithçka ishte transformuar. Dhe drita, e lënë si trashëgimi, vazhdonte të digjej e qartë, e pashuar, një kujtesë e përhershme që në fund të çdo nate vjen një mëngjes.